Në prag të përfundimit të afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit, Lëvizja Vetëvendosje ka bërë një lëvizje të re politike duke kërkuar dy partive kryesore opozitare, PDK dhe LDK, të propozojnë së bashku 3 kandidat për kreun e shtetit. Sipas partisë në pushtet, kjo është një përpjekje për të shmangur një krizë institucionale dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Vetëvendosja ka bërë të ditur se është e gatshme të tërheqë kandidatët e saj aktual, Klau Konjovska dhe Fatmire Mulhaxha Kolçaku. Nëse opozita paraqet 3 emra që përmbushin kriteret e kërkuara, sipas kandidatët duhet të jenë figura unifikuese me integritet të lartë dhe jashtë skenës aktive politike. Partia thekson se këta emra do të mund të sigurohen të paktën 90 nënshkrime deputetësh. Megjithatë, reagimet nga opozita kanë qenë të ndryshme. Kryetari i PDK-s Bedri Hamza e ka refuzuar propozimin duke theksuar se partitë janë subjekte të ndara dhe nuk do të paraqesin kandidatë të përbashkët. Ndërkohë, nga LDK ka ardhur një zhvendrim tjetër, ku deputeti Besian Mustafa ka propozuar që 3 partitë kryesore të sjellin emra jo politik brenda afatit. Kritika ka pasur edhe nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ku Ramush Haradinaj e ka cilësuar nismën e kryeministrit Albin Kurti si një strategji për të çuar vendin drejt zgjedhjeve të reja. Kjo ofertë vjen pas dështimit të mëparshëm të negociatave mes Kurtit dhe liderëve të opozitës, të cilët nuk pranuan propozimet për ndarje postesh qeveritare. Ndërkohë, zgjedhja e presidentit kërkon një shumicë të cilësuar votash në kuvend, çka e bën të domosdoshëm bashkëpunimin mes forcave politike. Afati për zgjedhjen e presidentit përfundon me 28 prill dhe nëse nuk arrihet një marrëveshje deri atëherë, vendi pritet të shkojë në zgjedhje të parakohshme parlamentare brenda 45 ditëve.